Flasim sërish për lirinë e shtypit kësaj radhe në Kosovë. Organizata Freedom House e ka reditur këtë vend në vendin e 104 për vitin 2011 për sa i përket lirisë së shtypit, duke i lënë atë sërish në mesin e vendeve me liri të pjesshme. Vitin e kaluar Kosova renditej në vendin e 108. Përfaqësues të organizatave të gazetarëve në Kosovë thonë se raporti i kësaj organizate pasqyron shqetësimet në rritje për gjendjen e lirisë së shtypit, e cila sipas tyre është duke u përkeqësuar. Nga Prishtina njofton Besim Abazi. Organizata Freedom House ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira sa i përket lirisë së shtypit. Në raportin e kësaj organizate që u publikua sot në prag të 3 maj, ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit, vlerësohet se situata në Kosovë është edhe më e rëndë se ajo në vendet të rajonit dhe ajo radhitet në vendin e 104 bashkë me Argjentinën. Përfaqësues të organizatave të gazetarëve në Kosovë thonë se raporti është real dhe pasqyron situatën e cilën edhe ata e kanë konstatuar nga puna e përditshme. Muhamet Jahiri nga Unioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Arben Ahmeti nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës i thanë Zërit Amerikës se raporti paraqet një situatë shqetësuese. Realisht themi se e kemi pa këtë raport edhe me të vërtet është shqetësues se si Kosova po zhytet drejt një humnere të lirisë shprehjes. Mund të themi se është shumë real edhe nga ajo që kemi pa na dhe punën që kemi pa në këtë drejtim, e kemi pa edhe na përmes monitorimit tonë se ka me të vërtet një keqësim të lirisë shprehjes në vendin tonë. Nuk mund të themi me statistika, por e kemi vërejtë se ka qenë ma shqetësues se vitet e kaluara. Është plotësisht real dhe ajo që është më brengosë është se konstatimi dhe vlerësimi është se ne jemi të fundit sa i përket rajonit. Duket që kemi pasur një shkarje shumë të madhe dhe një degradim të pozitës së Kosovës, pasi që në vitin e kaluar kemi qenë në vendin e 92 dhe tash vendi 104 duket se është shumë serioz. Organizatat e gazetarëve konstatojnë se janë disa burime kërcënimesh për lirinë e fjalës në Kosovë. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë ka përgatitur edhe një raport të veçantë për shkallën e kësaj lirie. Në një raport që ne do ta publikojmë nesër, konstatohet se gjendja e lirisë së shtypit është keq, është vlerësim nga vetë gazetarët. Do thotë kemi bërë një anketë me kolegë gazetarë nga mbar Kosova dhe vlerësimi është se gjendja është e keqe. Në këtë raport ne jemi munduar dhe të identifikojmë institucionin i cili më shumë të cënon lirinë e shprehjes, pasi që lirinë e shtypit ne mendojmë se nuk mund ta marrim si të mirëqen faktin që institucionet cënojnë lirinë e shtypit. Mirë po sa i përket lirisë së shprehjes, kolegët gazetarë vlerësojnë se qeveria e Kosovës është institucioni që më shumë të cënon. Por derisa tek njerëz krijohet ai perceptimi se gazetarët kërcënohen vetëm nga politika, ne mund të themi se nuk është vetëm kjo, po gazetarët kërcënohen edhe prej formave tjera, shembull qoftë prej bizneseve, ku kemi pasur mjaft kërcënime të gazetarëve dhe mjaft shqetësime të tyre, ku i kanë shpreh domethënë pakënaqësi që janë bërë pikërisht nga biznesmenët dhe janë penguar në realizimin e punës tyre. Por cili është roli vetë gazetarëve dhe organizatave të tyre për mbrojtjen e lirisë së fjalës? Po unë mendoj që gazetarët nuk bojnë aq sa duhet për mbrojtjen e drejtave tyre. Mendoj se krijon ai vakumi që nuk duhet të jetë. Pikërisht në qoftë përmes formave të organizimit apo përmes formave të veprimit tyre. Ne ende kemi gazetarë të mirë, ende kemi media profesionale dhe kjo është ajo pjesa optimiste që mund ta nxjerrim nga gjithë kjo gjendje. Ende kemi gazetarë të cilët e mbrojnë profesionalizmin dhe nuk i nënshtrohen presioneve, shantazheve dhe kërcënimeve të ndryshme dhe vështirësive të tjera, të këndeve të tjera, të cilat i kanë në punën e tyre të përditshme. Shqetësimin me gjendjen e lirisë së shtypit sot e ka shprehur edhe Organizata për Siguri e Bashkëpunimit në Evropë, e cila nëpërmjet një komunikate shpreh brengën e saj për siç thuhet format e ndryshme të turistërisë dhe i gazetarëve gjatë kryerjes së detyrave të tyre dhe me përpjekjet e supozuara për të ndikuar pa nevojë në politikat redaktuese të mediave në përgjithësi edhe të transmetuesit publik në veçantë. Vëzhguesi ndërkombëtar thotë në komunikat kanë vërejtur se gjendja e lirisë së mediave në Kosovë është duke u përkeqësuar, gjë që thekson nevojën për adresim të shpejtë të situatës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.